Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother Kosova nisi me zhurmë, por u kthye brenda pak minutash në një nga skenat më dramatike të sezonit. Produksioni i thiri të gjithë banorët në dhomën e ndenjes dhe ekrani i madh u ndriçua me logon e Grande Fratellos. Ata nuk e dinin se çfarë do ndodhte, por Edi e ndjeu që diçka nuk shkonte. Moment 1, lajmi që e shkatëron, videoja filloi. Dolce e buzëqeshur hyn në shtëpinë italiane, banorët e Grande Fratellos e përqafojnë, i bëjnë komplimente, e rrethojnë. Si yll, në atë çast, Edi ngriu. Nuk lëvizi as duart, as fytyrën, vetëm sytë i rrëshitën në lodh. Jo, kjo s'ka si me qenë e vërtet. Ai mori frym thellë. I u dridh mjekra, Dolce. Në Itali? Pa më thënë asgjë? Pa më dhënë asnjë shenjë? Banorët e tjerë e panë me shqetësim. Asnjëri nuk guxoi të fliste. Moment 2, lotët e parezistueshëm. Edi ul në dy sheme, mbajti kokën me të dyja duart dhe filloi të qante hapur, pa e fshehur më. Pse iku? Pse më la? Unë këtu e pres, e mendoj çdo ditë. Dhe ajo shkon atje. Ai mezi merrte frym nga emocioni. Mos lidhet me dikë tjetër? Mos e mbajnë në krah siç e kam mbajtur unë? Mos po e harroon. Heshtje totale, vetëm zëri i tij i dridhur duke jehuar në dhomë. Moment 3, ikja drejt oborit, papritur ai u ngrit me vrull, hapi derën e xhamit dhe doli me shpejtësi në obor. Kamera e ndoqi pas, nuk mundem. Nuk mund ta përballoj këtë dhimbje këtu brenda. Ai eci drejt pishinës duke fshirë lotët me krah, por lotët i rridhnin gjithsesi. Banorët, Edi. Ndalu. Hajde ulu një minutë. Por ai nuk donte të dëgjonte askënd. Moment 4, hidhja dramatike në pishinë. Edi qëndroi në buzë të pishinës, në heshtje. Disa sekonda që dukeshin si orë, u i shkëlqente nga dritat e natës, ndërsa ai merrte frym thellë, i shtrënguar nga emocionet. Pastaj, pa thënë asnjë fjalë, u hodh në yjer, jo nga rreziku, jo nga dëshpërimi i rrezikshëm, por si një shpërthim emocional, si një mënyrë për t'u larë nga dhimbja, për t'u freskuar.